Po kthehemi te vendi, sepse protesta kërkon qëndres, kërkon rezistencë, vazhdueshmëri. Nuk mundet me kapsoa. Ka më shumë kapsoa ai. Kam shumë armë, kam shumë polici, kam shumë forcë. Kam puna atje unë. Unë e zbatoj ligjin pik për pik, pa merak. Pa merak. Po të kishit zbatua ligjin njësoj, do kishit sekuestruar dhe fonin këtu, po mua ma more fonin. Edhe generatorin. Po se s'u amban. Shu që jeni mësuar me rrugaçëri, jo me njerëz të ligjit. Shu si shte mun. Se si ja merë generatorin ati ti. Më tregon mua ku do ri ku të më doj qefi. Se leve që mere me ty unë bëjës. Mu këtu do ri. Se qa ka këtu? Atje është s'kena ua, mu këtu do ri. Bëjni në radhë për një këtu edhe ecë. Në radhë për një këtu. Koma se kemi morë veshja të ty paske. Lori me cori. Le se s'kan faj policat, le që kanë faj policat. Le policat, mos u merr me policat. Asi mos ta kaloj vinë vet. Hajde këtu. Kush live? Hajde këtu, o Rigert. Miq, përshëndetje. Sa është ora? Për 2 orë hym në ditën e 16 të rezistencës. Sigurisht që Edi Rama dhe regjimi i tij i hajdutërisë mundet me rezistencë. Nuk mundet dot me kapsoa, se po tjetë për kapsoa kanë më shumë këta, por dhunë kanë më shumë këta. Këta munden vetëm me një masivitet qytetar qëndrestarësh. Ndaj, sot hym në ditën e 16 dhe do qëndrojmë këtu dhe do kërkojmë masivitetin e qytetarëve për t'i rrethuar dhe për t'a blokuar gjithë Shqipërinë përmes njerëzve të lirë. Njerëzve të cilët nuk i nënshtrojnë regjimit të Edi Ramës. Unë jam në protest, cilës protest? Ja kush protesta? Unë kam 15 ditë protest, Protesta ishte me plan muj parti. Unë jam 15 ditë protest, unë vazhdoj protest, ti më thua të ftuan në protest. Unë jam në protest. Kjo është protesta, apo jo? Afro Rigert. Të dashur qytetar, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që rezistenca, qëndresa është pika e kthesës përballë këtij regjimi që ka marrë peng vendin. Kjo kërkon qëndresë. Kjo kërkon që çdo ditë mlidhemi këtu. Kjo kërkon që pa ndalim. Kjo kërkon që ky dhjetor të mos i ndalë asnjë moment reagimi qytetar. Kjo kërkon qytetarët të zbresin me fëmijët masivisht, sepse Edi Rama mundet nëse ne i kemi fëmijët për dore duke u përballur me të. Ky dhjetor duhet jetë dhjetori njerëzve që rezistojnë, që ndalen këtu dhe përballen. Nuk e mundim dot këtë me metodat e tij. Këtë e mundim duke u bashkuar masivisht përtej flamurëve të partive nën flamurin ton kombëtar. Ja ikën. Se e din dhe këta që fuqia jonë është qëndresa. Sepse unë jam i bind që kjo republik bëhet më e mirë nëse qytetarët mësohen të protestojnë dhe rezistojnë në vazhdimsi, masivisht, këtu, ditë natë. Nuk zgjidhet kjo punë me turizëm protestash. Kjo zgjidhet me protesta që nuk ndalen. Si rumunët, si bugarët, si grekët, si sërbët, si njerëzit që dinë ç'është demokracia dhe luftojnë për të. Bravo! Ndaj, unë ju ftoj të arrisim këtë valë, të bashkojmë sa më shumë dhe të ndryshojmë këtë histori, duke vendosur standarde të tjera,
standardet e rezistencës, standardet e përballjes, standardet e mos lejimit dhe mos bërjes sikur. Ky këtu që ndodhi dhe kjo godina do patjetër që të vazhdojmë me fasadën e vet. Nuk mund të vazhdojmë me fasadë, duhet të vazhdojmë me thelbin. Fermerët duhet të kuptojnë që duhet të dalin e të bllokojnë çdo gjë për hallet e tyre. Blegtorët po ashtu. Ata që kanë sëmundje në spitale dhe nuk gjin ilaçe, duhet po ashtu të reagojnë. Njerëzit që u vidhet prona, po ashtu. Çdo AOG kësaj Republike duhet të reagojë. Kjo nuk është çështje e një përballje politike, kjo është çështje e ekzistencës së një populli. Kjo nuk është çështje e një partie. Nuk është koha për të rritur partitë, është koha për të shpëtuar Shqipërinë. Nuk është koha për të mbajtur flamurin e partisë, është koha për të mbajtur flamurin kombëtar për të përballur me regjimin autokratik të Edi Ramës. Edi Rama veç e veç na mund të gjithëve, sepse ka paratë e vjedhura të buxhetit të shtetit. Por qytetarët e bashkuar mund t'ja dalin, dhe qytetarët mund të bashkohen vetëm nëse hiqen gardet e partive dhe ndasit mes njëri tjetrit. Ne mund të mos e duam njëri tjetrin, por ne kemi një armik të përbashkët sot të Republikës, që është Edi Rama. Ne mund të kemi mendime të ndryshme politike, ngjyra të ndryshme, parti të ndryshme, por ne jemi të gjithë në një hau të përbashkët, në hauin që ky ka ndërtuar një republikë që paratë e shtetit vidhen nga mëngjesi deri në darkë dhe të gjithë duhet jemi bashkë kundër këtij regjimi të hajdutërisë. Ndoshta dikujt unë i dukem jo i duri, dhe mua dikush tjetër mund të më duket jo i duri, por të gjithë bashkë kemi një emërus të përbashkët, nevojën për të demokratizuar atë dheun ton që është marrë peng. Ndaj është e rëndësishme kjo qëndres. Ndaj po bëjmë çdo gjë për ta kthyer në model në kulturë, të mënyrës se si protestohet, përmes rezistencës, përballjes vazhdueshme dhe të qenit të gatshëm në çdo çast për të mbrojtur Republikën. Mos harroni, ne nuk e kemi një AD rezervë, kemi një AD të përbashkët dhe vetëm një AD, Republikën e Shqipërisë. Ndaj dhe nuk mund sillemi sikur kemi mundësi të kemi nesër një AD të dytë rezervë. Jo, është vetëm ky që kemi. Dhe për këtë duhet luftojmë, punojmë që fëmijët e kësaj Republike nesër të mos përballen më me këto situata që ne po përballemi. Miq, ju ftoj, bashkoheni këtu çdo ditë në orën 6 pasdite. Së shpejti ju njoftojmë për protestën tjetër të madhe të rezistencës të pandarshme të qytetarëve. Ju përshëndes, më të mirat. Bravo.